Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi përsëri sot në emisionin Okult Kulturë të ditës së hënë. Përsëri sot do të jemi me mikun ton të zakonshëm Albert Nikolla, i cili do të jetë në Skype, ja shikoni, nga Belgjika, nga Brukseli. Para se të fillojmë emisionin me Albertin, do të dëshiroja të kujtoja të gjithë ju që ende si keni bërë subscribe kanalit, të mos vonojeni që të kini njoftimet tona sa herë që ne kemi në një emision. Gjithashtu falenderoj sponsorat e emisionit ton, të cilët afrojnë malla dhe shërbime cilësore dhe janë të zgjedhur në një numër më të madh, në një gamë më të gjerë të atyre që kanë kërkuar të kenë reklamat ke emisionet, ke rubrikat e ndryshme të okultit. Vazhdimisht do të kini aty në strishat, ku do të në ato fashat poshtë, ku do të kini dhe disa mundësi kontakti me ta për malla dhe shërbimet që afrojnë. Si zakonisht kur kam emision kulturë, kam bluzën që ma ka dhenë miku anonim nga Elbasani, Moravesh që ishte, dhe më ka dhenë këtë bluzë, ishte shumë i apasionuar pas gjuhës, ku duket që është Petrozhej, i madhi dhe i papërsëritshëm eroj legjendari shqiptarëve Adem Jashari, i cili simbolizon besën me shqiptarin, dhe Skënderbeu, eroj ynë kombëtar 500 vjeçar, i cili ka qenë bërthama në momentet e rëndësishme të kombit ton, rreth të cilit rreth figurës së cilit janë bashkuar të gjithë patriotët në periudha të ndryshme dhe do të bashkohen sigurisht sa herë që shqiptaria të ketë nevojë për vura trima shqiptar. Mirëmbrëma Albert, dhe mirë se më ke riardhur këtu në podcasti Okult Kulturë. Shkënaqësi bisedat që bëj me ju. Albert, ju keni qenë, ju lutem na ndanë ekran të dyve me Albertin, regjia. Ju keni qenë dhe një gazetar, Albert, që keni ndjekur çështjet politike të ditës. Kot më vajte ndërmend tash të bëja një pyetje. I ke ndjekur ndonjë çik këto ngjarjet në Shqipëri? Sigurisht i ndjekën. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithë shikuesve të emisionit tuaj. Unë e kam ndjekur me kureshje, me vëmendje gjitha lëvizjet politike, kuptohet në nivelin e një shkrimtari, gjuhëtari, do të thënë që interesohet për fatet e vendit. Edhe duhet të them që nuk jemi në kohra të mira aktualisht për fatet e kombit shqiptar. Po, kështu situata është e përgjithshme, kanë filluar tektonikat të fuqishme, qysh nga viti 2022, kur filloi lufta në Ukrainë dhe pak më vonë edhe lufta në lindjen e mesme mes izraelitëve ose sionistëve dhe palestinezëve në ripin e Gazës, kryesisht, por jo vetëm. Më pas ka ndodhur tërmetet në Siri, ku u përmbys Al-Asadi në një luftë blitz për 2 ditë, e pa imagjinueshme, domethënë një dobësia që madhe e aparatit vetë shtetëror dhe ushtrisë. Njëkohësisht ka ndodhur lufta mes Izraelit dhe Iranit, pati një konflikt mes Shtetet Bashkuara dhe Venezuelës, i cili mundet mos jetë mbyllur. U rrëmbye presidenti Maduro nga marinsat amerikanë dhe u çua në Shtetet e Bashkuara, dhe ka tension në tetin e Kinës Jugore, në Tajvan. Japonia ka kërcënuar Kinën që në qoftë se sulmon Tajvanin për ta pushtuar, do të ketë një reagim dhe një mbrojtje të ishullit nga Japonia në aleancë me Tajvanin. Në Afrikë ka shumë luftra që po ndodhin, është krijuar një bosh tjetër këto vitet e fundit që quhet BRICS, ku disa shtete të mëdha që kanë potencial në
GDP-n botërore si grup I vogël ku spikat Kina, India, Rusia, Afrika e Jugut, Brazili, por që ka dhe disa shtetet tjera që duan tynë dhe që në radhë parë duan të sfidojnë dollarin amerikan dhe euron evropiane për të mos pranuar që të bëjnë shkëmbime të mallrave me këto lloj valutash, por me paratë e tyre, çka do të thotë që bie fuqia e këtyre monedave të cilat kishin këtë lloj privilegji. Kemi një qeveri që dhe një kryeministër që qeveris prej 13-14 vitesh, mes gjemave dhe mëkateve të mëdha çdo vit, është një kryeministër I kapur nga elitat botërore dhe që është I gatshëm të jap gjithçka nga territoret shqiptare apo nga jeta e popullit shqiptar për agjendat e të huajve në raport me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar. Jemi pra në një moment rreziku për gjithë jetët dhe fatet e territoreve tona. Si e mendoni ju, Albert, si e shikoni, ka një luftë të spakut ku ndërkombëtarët që e kanë një vegël të tyre po përpiqen të ndalojnë zvendos kryeministren Belinda Balluku, Rama që ndodhet pak në panik, po përpiqet të shpëtojnë nëpërmjet gjykatës kushtetuese, e cila pas 2 ditësh do të jap një vendim në lidhje me këtë çështje, ndërkohë kryeministri Rama takon dhe Andrin Kushner të presidentit Trump para ca ditësh në Paris dhe pas kësaj thuhet që kryeministri Rama ka marrë një ftesë për të marrë pjesë në atë grupin e negocimit të trajtimit të çështjes së Gazës mbas asaj paqes që presidenti Trump pretendon se u arrit në Sharm el Sheikh para disa muajve për të rindërtuar Gazën. Fola pak si gjatë, por nuk do të ndërpres më dhe për këto çështje që fola, mund të më thoni një mendimin tuaj me aq sa ju e keni ndjekur, si e shikoni situatën në përgjithësi për këto çështje. Po, duhet të them që ne shqiptarët e kemi si traditë që të themi Amerikën e kemi mike, aderojmë në komunitetin evropian, I konsiderojmë të tjerët si miq, por varet sa na konsiderojnë ata si miq. Duhet parë. Mund që na shikojnë si fiq për të na ngrënë. Thjesht, për shembull, gjatë gjithë kësaj kohe, për shembull që ne kemi tentuar të hyjmë në Bashkimin Evropian, nga Bashkimi Evropian drejt Shqipërisë kanë ardhur rreth 40 miliard euro. Do të mjaftonin vetëm gjysma e kësaj shume, 20 miliard për ta kthyer Shqipërinë në Zvicër, ndërkohë që Shqipëria është ajo që është, nuk është Zvicër. Pra shuma të mëdha, për shembull ata të japin ndihma financiare dhe këto ndihma financiare jepen si rrogë për zyrtarët e tyre në Shqipëri. Janë shuma të mëdha. E dyta, janë përdorur për të zbardhur. Shqipëria është parë si një grop e zezë ku mund të ligjëroheshin paratë e paligjshme. Paratë e paligjshme që qarkullojnë jo se qarkullojnë vetëm në Shqipëri, qarkullojnë në gjithë Europën dhe kanë nevojë për një vrim të zezë ku të futen në atë vrim të zezë dhe të dalin krahun tjetër si para të pastra dhe të bardha. Pra Shqipëria është përdorur për këto nga zyrtar dhe nga mafia europiane. E dyta punës është ne flasim për një miqësi shumë të madhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duhet të parë me kujdes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë Shqipërinë si zonë tyre strategjike, e konsiderojnë si territorin e tyre dhe nuk duhet ta humbim, sepse edhe shtetet caktuara europiane janë të interesuar që Shqipëria të jetë zonë e tyre, një zonë e tyre, por jo një zonë e zhvilluar e tyre, sepse është
parimi i gjithë diplomacisë europiane që kur është ndarë shteti shqiptar dhe që kur janë hedhë i det mbi shtetin shqiptar ka qenë që asnjëherë të mos lejohet në këto territore të bëhen të fuqishme, sepse nëse territoret shqiptare bëhen të fuqishme, rrezikojnë të sundohen nga shqiptarët. Pra, ne shqiptarët jemi parë me syrin e mjerkës, ne jemi parë që të ngelim të pazhvilluara, të ngelim të fundit, na duhet të bëjmë super sforco për të hyrë në komunitetin evropian, duhet ta bëjmë këtë me marrëveshje, këto marrëveshje duhet bëhen me kampe refugjatësh në Gjadër, domethënë duke të cënuar aty ku është palca e kombit shqiptar, dihet që zona e Lezhës e Mirditës kanë qenë zona shumë të rëndësishme për ruajtjen e identitetit kombëtar, edhe jo më kot këto njerëzit e mëdhej, Ismail Kadareja, Lazgush Poradeci, Stereospase, Petro Marko, të gjithë e kanë shprehur admirimin, domethënë e kanë shprehur atë vlerësimin e tyre për këtë zonë dhe për figurat që kanë nxjerrë kjo zonë, siç është Padër Gjergj Fishta, Pashkëvasa, e gjithë këto që kanë dalë, se gjithë dalin me origjinë nga Mirdita e nga Lezhë. Problemi është tani kur do bëhemi ne që të kemi një politikë realiste. Ne nuk na duhet një politikë sahan lëpirëse, siç bën aktualisht qeveria shqiptare, që ç'a thon ata bëjmë ne. Domethënë, ç'thot Amerika bën Shqipëria dhe ç'nuk do Shqipëria bën Amerika. Është idioteske. Unë jam një pro-amerikan, e dua demokracinë amerikane, i dua vlerat amerikane, e dua botën perëndimore, sepse i takoj vërtet me filozofi dhe me botës perëndimore, por unë nuk e dua botën perëndimore si shërbëtor i botës perëndimore. Unë e dua si një barabartë. E njëjta gjë po ndodh edhe me kryeministin shqiptar, i cili është gati të shes çdo gjë, domethënë vetëm të mjafto që ai të qëndrojë kryeministër edhe të mos cënohen interesat e veta. Marrëveshja me Kushnerit, le ta shohim me kujdes, varet se ç'a firme ka hedhë dhe Edi Rama. Mund të ketë shkel dhe kushtetutën, nuk i dihet, nuk dim asgjë. Dhënia e ishullit të Sazanit mund të jepet përgjithmonë, mund të bëhet si territor amerikan. Nëse ai jep territore shqiptare për të ruajtur pushtetin e vet, tu kemi të bëjmë me tradhti kombëtare. Unë nuk e di nëse i ka firmosur ndonjë marrëveshje për ishullin e Sazanit, por ishulli i Sazanit është një problem shumë i madh dhe varet se në çfarë kushtesh do ta japi. Nëse do ta japin me sistem investimi për një përdorim deri në 50 vjet për ta kthyer në një zonë turistike, nuk ka ndonjë gjë të keqe, po nëse ishulli i Sazanit do shitet si territor, si tokë, atëherë këtu kemi shitje të territorit të Republikës Shqipërisë dhe konsiderohet si tradhti kombëtare. Pastaj ka edhe diçka tjetër. Ky dihet Rama ka qenë një admirues i madh i Joe Bidenit, i këtyre klanit, këtyre neoliberalëve, që ti e di se çfarë klani janë. E këto janë klani neoliberal, në fakt është mafia botërore që kontrollon botërore në farmase. Dhe ky ka folur fjalët më të zeza për Donald Trumpin. Tani unë nuk e di se si ka arritur ky të futet në kopshtin e Donald Trump, por në kopshtin e Donald Trump hyhet vetëm me marrëveshje ekonomike dhe financiare, me marrëveshje të tjera nuk hyhet. Atëherë çfarë interesash, kush ka paguar dhe çfarë interesash kombëtare janë prekur në marrëveshje të tilla. Kjo pritet shihet. Problemi që shoh në aktualisht qeverinë shqiptare është se këta janë kapur në zollum, domethënë nga spaku, dhe këto po e trashin zollumin gjithnjëherë më tepër, sepse nëse Rama do të ishte një burr i ndershëm, siç pa të thënë unë nuk e mbroj korrupsionin, atëherë kjo zonja Balluku u kap mat dhe me qenë se u kap mat
normalisht nuk duhet ta pegonte atë gjykatën Spakun që ta merrte nën masa arresti siç ndodhi edhe me Erion Veliajn. Pra, këtu kemi të bëjmë me një situatë krejt të errët, të pakuptueshme, të paqartë edhe mendoj që populli, domethënë, është si puna e demit. Demin ti mund ta godasësh me shkop dhe ta çosh deri në rrëzmurit. Por në momentin që demi arrin rrëzmurit dhe s'ka ku të shkojë, demi kthehet dhe të mbyt. E njëjtën gjë po bën edhe Edi Rama me popullin shqiptar, po e çon rrëzmurit dhe po vjen ai momenti që demi s'ka ku të shkojë më tutje. Dhe kam iden që po ju kthyet demi, pastaj nuk do ketë më gjë që ta mbrojë pushtetin aktual. Unë nuk jam i përzier në politikë dhe nuk bëj pjesë në asnjë lloj partie politike, por kjo situatë që është në Shqipëri është një situatë shumë e keqe politike dhe ne jemi në prag të një katastrofe, nuk e di se ku do shpërtheje me shitjen e Isujt Sazanit. Shitja ka filluar që me dhënien e Butrintit, si Butrinti efektivisht është në territorin shqiptar, por administrohet nga të tjerë. Pra, nuk është se shenjat të shitjeve të vazhdueshme kanë ekzistuar, janë pranuar muaxhedinët, janë pranuar afganët, pra Shqipëria janë pranuar afganët, pas afganëve janë pranuar edhe emigrantët afrikanë që vinë në gjatër të Lezhës. Domethënë Shqipëria konsiderohet si koshi i plerave të Europës dhe Amerikës. Ata na konsiderojnë si kosh plerash. Atëherë flasim hapur ku e kemi miqësinë këtu, se ne vërtet Enver Hoxha ka pas lidhje me Bashkimin Sovjetik dhe kanë qenë komunist. Po këto sovjetikët nuk na kanë përdorur si kosh plerash gjatë kohës Stalinit edhe më vonë. Na kanë dhënë armatim, na kanë dhënë ndihmë për bujqësinë, për këto. Domethënë unë jam një antikomunist familjarisht, por duhet pranuar që ne sot jemi kosh plerash, ndërkohë që në kohën e Enver Hoxhës ne nuk ishim kosh plerash, sido që Enver Hoxhën e konsiderojmë si njeriun më negativ që ka nxjerrë kombi shqiptar. Pra, në kushtet aktuale udhëheqja shqiptare po e te i kalon atë zollumin që ka bërë komunizmi në Shqipëri dhe kjo është shumë e rëndë. Po. Mund të them që është shumë e rëndë. Albert, folëm pak para se të fillonte emisioni, më thatë që është një konferencë në Bologna në datën 19 dhe 20 shkurt, në mos gaboj, dhe e organizuar nga një universitet aty në Bologna, nga Departamenti i Kulturës, ku edhe ju mund të jeni i ftuar. Mund na thoni shkurtimisht për çfarë do të bisedohet, kush do të jenë ata që do të marrin pjesë përveç nga universiteti, të jashtëm, dhe çfarë lidhje ka kjo me ato që ne diskutojmë lidhje me çështjen e gjuhës shqipe? Po, do jetë një konferencë shkencore jo politike, në fakt, që ka të bëjë me marrëdhëniet e gjuhës shqipe me gjuhën arbëreshe. Do të thënë sa ka ruajtur gjuha arbëreshe nga këto fjalët e vjetra. Ka një problem të madh në studimet që kryen për arbëreshët, sepse akoma nuk ka një studim të thellë rreth fjalëve që gjuha arbëreshe i ka dhënë gjuhës italiane dhe fjalëve që ka marrë arbërishtja nga gjuha italiane. Pra, kryen studime kryesisht për gjuhën arbëreshe dhe shqipe. Gjuha italiane është Petrarkës, apo jo? Ai e ka duket standardizuar? Jo, gjuha italiane është Dante Alighieri, është marrë dialekti i Firenzes, diku nga mesjeta, nga shekulli 16, dhe është kthyer në gjuhë përgjithë italiane. Problemi është për shembull se këtu ka fjalë të cilat
janë të diskutueshme mes shqipes edhe italishtes. Për shembull, nëse marrim fjalën kujndiqi të italishtes, ne kemi akoma kjo konsiderohet si fjala italishtes, po fjala tok fjalshi ku undiqë o ku undiqi është gegnishtes. Për shembull, ku undiqë ideja është e imja, ose ku undiqë kjo gjë ka ndodhur, ose domethënë ne kemi një tok fjalësh, kemi me fjalë një rrokshe. Atëherë duhet parë cilës gjuhë i takon fjala, ku ndiqi, ose kemi fjalë të tjera, për shembull kemi fjalë me opinioni, që konsiderohet e marrë nga latinishtja, po që ka italishtja, po fjala opinion, shpreha habitore po ni unë, domethënë është e gegnishtë, po dëgjoj unë, po ni unë, thot Shkodrani. Domethënë fjala opinion vjen nga po ni unë e shkodranishtes. Tani mbetet latinishtja nuk e shpjegon. Atëherë ku i takon kjo gjuhë? I takon latinishtes, i takon italishtes apo shqipes? Pra janë disa gjëra që duhen parë nga studiusi, duhen mbledhur akademi dhe të përcaktohet se çka kanë shkëmbyer gjuhët njëra me tjetrën, cilat fjalë janë të shqipes dhe cilat fjalë janë të italishtes. Problemi është se nëse italianët e hapin këtë kutinë e Pandorës gjuhës shqipe, i del që gjuha e tyre është një gjuhë e rrjedhur nga gjuha shqipe dhe ata nuk kanë kurfar interesi ta bëjnë një gjë të tillë. Edhe për faktin që ata, prandaj kjo është arsyeja që ata po e mbajnë, e kanë futur në kasafort hekuri gjuhën etruske, nuk pranojnë asnjë lloj ideje që nga vjen kjo gjuhë e pa deshifruar, gjuhë e pa njohur, domethënë ka probleme të mëdha. Gjithsesi, këto marrësh pjesë studime të tilla kërkon energji të madhe dhe kërkon eksperiencë. Unë e kam dërguar materialin tim, varet se sa do jenë të hapur këta të Universitetit Bolonjës për ta diskutuar në mënyrë shkencore marrëdhëniet e shqipes me gjuhën arbëreshe. Duhet kemi parasysh që shqiptarët, ata që konsiderohen që ikën nga Shqipëria në kohët Skënderbeut, janë vendosur në zona të ndryshme, por duhet ta dini që në zonën e jugut të Italisë kanë jetuar sikulët, mesapët, japigët, dhe në Napoli ajo dialektet e jugut kanë një lidhje shumë të fortë me shqipen. Pra duhet parë raportet që ekzistojnë. Ajo që mund të them unë është që gjuha arbëreshe ka ruajtur shumë struktura të vjetra të gjuhës shqipe, sidomos grupin GL të shqipes, por është një gjuhë që ka ardhur në reduksion. Dhe ne shpresojmë që do marrim ftesën e nevojshme për ta diskutuar. Unë kam dërguar një material shkencor të certifikuar nga Akademia Amerikane e Edukacionit, të certifikuar edhe nga Biblioteka Kombëtare Gjermane, të shohim nëse këto autorët shqiptar që shkojnë nga universitetet e Durrësit, të Vlorës, të Tiranës, do të kenë mirësinë ta pranojnë edhe gjithashtu edhe Bordi Italian i Universitetit Bolonjës, për të pasur diskutime shkencore të pastra dhe jo nacionaliste. Unë mendoj që gjuha shqipe është folur në mënyrë të vazhdueshme në territoret italiane dhe këtë e vërteton edhe gjuha e Sardenjës. Vetë sardenjasit konsiderojnë veten si lirë dhe ata e shprehin hapur, domethënë ata që janë drejtues të institucioneve të Sardenjës janë me origjinë lire. Fjalët e gjuhës sardenjase, asaj që konsiderohet si dialekti i Barbagjas arbëreshu, korrespondojnë gati të gjitha me gjuhën shqipe. Por nuk duhet pranuar që gjuha shqipe dhe gjuha italiane kanë lidhje shumë të forta njëra me tjetrën, madje do të thoja edhe me gjuhën franceze, dhe këto janë lidhje historike që na vijnë që nga prehistoria,
dhe ne duhet i trajtojmë me kujdes, kuptohet, unë nuk them që italianët janë origjinë shqiptare, si nuk shoh shqiptar kudo në Europë, por i trajtoj gjitha këto në kuadrin e një prejardhje të përbashkët. Rolin që luan shqipja është se shqipja i motivon nga ana etimologjike të gjitha fjalët e gjuhëve franceze, gjermane, angleze, italiane, ndërkohë që kjo greqishtja sotme nuk motivon asgjë. Ka funksion zero në motivimin e etimologjik dhe gjuhësor në nxjerrjen e origjinës fjalëve të këtyre gjuhëve, me përjashtim të atyre fjalëve që konsiderohen si nga greqishtja e vjetër, po që prap shpjegohen me shqipen. Shpjegohen vetëm me shqipen, sepse edhe termat gjuhësor, termat gjenetik vjen nga folja gjen e shqipes. Gjen, gjej, që kemi ne, ka ardhur fjala gjen, që është kthyer në emër, dhe gjenetik, edhe generacion. Pra, folja fillestare është gjithmonë e shqipes, folja gje, siç është për shembull fjala kozmos, që është e greqishtës vjetër, nuk shpjegohet me greqishtën e vjetër, shpjegohet vetëm me shqipen, kozmos, që është ligji i Albert Einsteinit. Kozmos, domethënë me kalimin e kohës universi zgjedhohet dhe zgjeron masën e vet. Pra, gjuha shqipe jo vetëm që kjo është një fjalë prehistorike, por që korrespondon me ligjet e Albert Einsteinit. Kjo tregon që gjuha shqipe nuk është thjesht një gjuhë, është një gjuhë, është një fe, është një gjuhë e universit, sepse të gjitha gjërat në univers, edhe fjala univers vjen nga premri vetor unë. Këto i ka trajtuar që në fillim të Franz Bobi në punimin e tij të parë shkencor që ka depozituar në Akademinë e Shkencave të Prusisë, atëherë kur u bë antar i Akademisë Prusisë. Këto janë gjëra që i kanë thënë studiusit më të mëdhenj të botës. Tani pse nuk i pranon Akademia e Shkencave jona, apo universitetet italiane, apo ato greke, kjo dihet, ne jemi fqim me ta dhe thjesht janë çështje politike, domethënë është politika që gjuhën shqipe dhe origjinën e popullit shqiptar e ka futur në kutinë e hekur të mosdijes. Ktu është një problem i madh. Albert, po. Ju përmendët që pari venecianët, mesapët, japigët, dhe thatë që gjuha shqipe mund të ketë pasur ndikim deri në Napoli dhe në Korsik. Po në lidhje me këta arbëreshët për cilët do bëhet dhe kjo konferenca, kur mendoni ju se mund të jenë vendosur në Itali, për çfarë arsye kanë ardhur dhe pse kanë shkuar në këto territore, apo këto territore kanë qenë më përpara të banuara nga shqiptarë, sepse ka patur komunikime të tjera. Ka qenë Pirua i Epirit që ka luftuar me Romën 3 shekuj para Krishtit dhe kundër Romës, dhe njëkohësisht kanë qenë shqiptarët që janë zhvendosur nga Tika, nga Morea, por mbas rënies Krujës dhe Shkodrës në prag të viteve 1480, 1478, mbas Krishtit sigurisht, kanë shkuar dhe ata në Itali. A kanë gjetur ky komunitet që ka vajtur më vonë një habitat kulturor ose shpirtëror ose gjuhësor ose historik me vendet ku ka vajtur në këto. Po, duhet kemi parasysh që si mund të jetë historia e këtyre dhe si mund të jetë historia, si u popullua kjo Atika nga shqiptarët, kur është populluar, apo aty kanë qenë më përpara shqiptarët, si e mendoni ju? Po, duhet kemi parasysh që pjesa sipas dënave që kemi ne nga arkivat veneciane dhe arkivat e tjera, Gjenovës e këto, pjesa dërmuese e ushtarëve të Skënderbeut dhe njerëzve të Skënderbeut kanë ikur nga veriu me Lek Dugagjinin, nuk kanë ikur direkt mas vdekjes së Skënderbeut.
sepse Lek Dukagjini ka udhëhequr kryengritjen edhe 25 vite më vonë. Domethënë po aq sa e ka udhëheq rezistencën Skënderbeu 25 vite, ka udhëheq edhe Lek Dukagjini. Edhe një pjesë e këtyre që nuk preferuan të rrinin në pushtimin turk, u larguan nga Kroacia dhe u vendosën në Venecia, në Gjenova, dhe kemi ato dhënat e famshme, dogjët e Gjenovës, kemi udhëheqësit e Venecias, shkollën shqipe në Venecia, këto të mëdhejt Marin Biçikemi, Marin Barleti, Leonik Tomeo, të gjitha janë të vinë nga pasardhësit e Skënderbeut dhe këto janë vendosur në veri, po në veri nuk kemi komunitete arbëreshe, që tregon që ata janë bërë italian, domethënë pjesa e këtyre veriut që ka shkuar. Sa i takon jugut, pra, këta që kanë shkuar nga rezistenca me në krye Skënderbeun kanë shkuar në veri, thoni juve, në zonën e Venetikut po, në zonat e veriut. Dhe këta janë asimiluar, thoni ju, sepse s'ka më sot gjurmë të këtyre. Pjesa e dërmuese tyre janë asimiluar. Arbëreshët çfarë janë që e kanë? Një histori shumë e komplikuar. Do ta kemi parasysh që Ferdinandi i Napolit kishte planifikuar të krijonte një shtet ku përfshinte Sardenjën, jugun e Italisë, Shqipërinë deri në Konstantinopol, ku ishin zonat gjitha të banuara nga shqiptarët, se duhet kemi parasysh që edhe Selaniku ka qenë në varësinë e princit Gjon Kastrioti, mati ka qenë shtrirë nga Durrësi dhe shkonte deri në Selanik, nuk është se ka qenë ndërprerë. Në atë kohë gjithë Ballkani ka qenë i populluar nga shqiptarët, këtë tregojnë edhe regjistrat turk. Ndërsa popullsitë e tjera që janë vendosur gjatë regjimit turk kanë ardhur si jeniçer, si luftëtar, kanë qenë slav, kanë qenë popuj të ndryshëm që kanë qenë organizuar në ushtrinë, popuj të ndryshëm të Perëndërisë Romake, të Perëndërisë turke, osmane, që dërgonin trupat e tyre për të luftuar përkrah sultanit, që i kishte nështruar sultani, dhe slavët kanë qenë pjesë e këtij nështrimi dhe kanë ardhur, kanë luftuar kundër shqiptarëve, kanë marrë toka, kanë marrë territore, kuptojmë që kanë marrë në zonën, kryesisht në zonat e Mathias Madhe, kanë marrë, për shembull, kanë marrë në zonën e Orit, Manastirit, sepse duhet ta dini që Emathia Madhe ka qenë nga Selaniku deri në Princi e Mathias, e quan veten Skënderbeu, dhe të Pirit, që janë zona e Thesprotis dhe e Pirit Sotëm edhe Çamarisë. Pra, është bërë një luftë shumë e madhe edhe në jugun e Shqipërisë, por arsyeja pse Skënderbeu e bëri aleancën dhe pranoi të ishte princ nën mbretërinë e Ferdinandit ishte sepse ishin territore ku flitej gati njëjta gjuhë, domethënë në gjuhën e vjetër mesjetare siciliane mund të merresh vesh shumë mirë me një arvanitas të Greqisë edhe me një shqiptar të Shqipërisë. Pra me një arbëresh të zonave të Shqipërisë sotme. Pra ne kemi qenë një popull shumë i gjerë, i shtrirë me dhe quheshin popujt e detit. Në kohën vetëm në territorin shqiptar Turqia ka rënuar rreth 40 qytete, sepse Shqipëria ishte shteti i qyteteve të bardha dhe në mesjet ka qenë pjesa më e zhvilluar e Europës. Për shembull janë dëmtuar qytete të tilla si në zonën e Matit kemi disa qytete, në Emathian e Madhe të Skënderbeut është dëmtuar Kurbini, Sebastia është shkatruar fare, është dëmtuar Stelushi, është dëmtuar Guri Bardh, kanë qenë 3 qytete të rëndësishme, është dëmtuar Danja, është shkatruar në zonën e Lezhës, është Drishti i Shkodrës është shkatruar, kuptojmë që ne kemi pas atë zonën, kemi pasur atë ligjin e kanunin e Drishtit, ato ligjet juridike të qytetit Drishtit. Shkodra është shkatruar, është shkatruar, pra edhe në zonën e jugut ka pasur shkatrime shumë të mëdha qyteteve dhe banorët e zonave të jugut e të veriut kanë braktisur qytetet, për shembull Durrësin, Lezhën,
Sebasten, Drojën, i kanë braktisur qytetet dhe janë detyruar, kanë shkuar, janë vendosur në male, sepse shqiptarët kanë qenë një popull që jetonin me prodhimet e detit dhe me tregtinë e madhe që krynin detin mes dhe nuk kanë qenë një popull barbar. Prandaj quheshin arbër, domethënë arbërës, ishin njerëz të veshur me ar, shumë të rëndësishëm, dhe këtë e thonë gjithë historianët, e pranojnë edhe historianë të tillë si Plum Xhufi, që e kam ndjekur disa herë dhe i ka përmendur këtë gjëra. Pra, ishte planifikuar në drejtimin e Ferdinandit krijimi një mbretërie në jugun e Italisë dhe në jugun e Ballkanit që do të mund të përballonte këto invazionet e tushve. Për fat keq nuk eci, dhe për fat keq arbëreshtë e Italisë luftuan për Italinë dhe nuk luftuan për Shqipërinë. Ata bën bashkimin e Italisë sepse mendonin që duke bashkuar Italinë do të mund t'i vinin ndihmë Shqipërisë. Arbëreshtë nga e kanë origjinën mendon ti? Kryesisht këto e kanë arbëreshët. Sa vjetër janë aty? Si mendon? Janë dy grupe fshatrash. Janë grupi i fshatrave që janë qenë kohën e Pirros, që janë koloni. Është e vërtetuar me dokumenta që nuk kanë lëvizur asnjëherë nga ato territore, ato që quhen Sirakuza e këto gjëra që konsiderohen si greke, po s'kan lidhje me grekët e sotëm, thjesht kanë qenë shqip folës, ilir folës, domethënë, kanë qenë sikull, dhe ato kanë lënë qytetërim të madh atje, kanë lënë amfiteatro, kanë lënë edhe Napoli ka qenë pjesë e këtij civilizimi, dhe këto pastaj ka pasur një dyndje të këtyre shqiptarëve të Mores, kryesisht atyre që kishin varka dhe që ishin peshkatar, domethënë, dhe që kishin mundësi të largoheshin, janë larguar në drejtim të disa fshatra, janë vendosur atje dhe kanë shkuar, janë vendosur. Kur? Kryesisht gjatë sulmit turk mbi zonat e Greqisë. Mirë, tash stop pak këtu. Po këta të Mores, kur kishin vajtur në More, ishin të vajtur? Apo ishin autokton? Ishin autokton, të flasim hapur, domethënë dokumentat turke i nxjerrin autokton këta, ndërsa dokumentat bizantine përmendin disa familje që kanë rënë nga veriu, që janë vendosur aty në familje shqiptare, por ka qenë një lëvizje brenda një populli. Aty është folur Arvanitas në zonën e Mores. Këta ishin shqiptar dhe këta të Arbëris brisnin në More, por edhe këta të Mores vinin në Arbëri sipër. Domethënë ishin lëvizje normale populatas brenda një populli, brenda popullit ilir, si mund të themi, ose brenda popullit arbër. Dhe nuk ka dokumente që ka lëvizje masive të shqiptarëve drejt jugut të Mores, për më tepër nuk të gjitha invazionet slave që kryeshin nga këto Car Dushani e kompani. Bizanti vetë ka rënë në mes të shekullit 15, pra 1453, nën Osmanët, nën Sultan Mehmet Fatih. Nuk ka dokumente që ka pasur dyndje shqiptaresh drejt Peloponezit. Ato kanë qenë aty, kanë folur atë dialektin atika, të vjetër grek, dhe më vonë kanë quajtur dialekti arvanitika. Arvanit do me thënë arbër, dhe tika do me thënë atika, do me thënë arbër atika, arvanitika. Është shumë e thjeshtë. Këto kanë qenë aty që në kohët Mikenës. Për shembull në një vend burimet e tjera që janë kundër kësaj, thoni që në kohën e Skënderbeut, kur shqiptarët ranë mbas vdekjes Skënderbeut në sundimin Osman, u larguan një pjesë në More dhe pastaj nga Morea ikën. Është idioteske si ide. Pas kanë shkuar shqiptarët, kanë ikur nga shiu dhe kanë rënë në breshër. Kanë ikur nga një zonë e pushtuar nga Turqia dhe janë vendosur në një zonë tjetër pushtuar nga Turqia. Pra, i bie që shqiptarët dhe Mores ka dy mundësi. Ose
kanë mbajtur dhe janë ngulitur në epoka përpara Osmanëve, pra në epokat bizantine ose romake, ose kanë qenë aty që në prehistori, në tokat e tyre, që në prehistori. E ka folur ka mendime ndryshme dhe këto duhen ballafaquar këto idetë dhe duhet tapet debat për këto. Duhet ketë debat, është krejt idioteske të thuhet që shqiptarët ikën nga shiu dhe ranë breshër, ikën nga zona që u pushtua nga Turqia në veri dhe u vendosën në një zonë tjetër që ishte pushtuar nga Turqia, kur ata fare mirë e kanë pas shumë lehtë të merrnin nga veriu ose të merrnin Adriatikun me varga gjatë verës dhe të iknin për Itali. Pra nuk ka pasur kur fare interesi, ka pasur lëvizje brenda popullave. Në fakt Janina, Greqia kanë rënë më duket në vitet 1500 më duket. Në sundimin osman. Po nuk Ballkani ka qenë shumë i travluar në kohën e pushtimit osman, në ra ekonomia, u shkatruan qytetet, u shkatrua sistemi kapitalist që sapo kishte nisur, sepse në Shqipëri kishte nisur, ishte ndër vendet e para që u fut sistemin kapitalist, u fut shitblerja tokës, u krijuar ato ndërmarrjet e para të modelit prodhimit mas, poqerisë, të kputcëve të eksportonin drejt Italisë, pra ishin një vend shumë i zhvilluar kur erdhi Turqia. Turqia na ktheu jo 500 vjet, po 2000 vjet mrapa, na ktheu në epokën primitive, por të dhënat që kemi ne, domethënë edhe para pushtimit turk, duhet kemi parasysh që perëndoria bizantine ishte një perëndori ilire, dhe si tillë është e banuar nga shqiptarët, thjesht shqiptarët kanë marrë pakica ndryshme, i kanë vendosur aty për të punuar tokën ose për të kryer shërbime ushtarake, domethënë ata që shërbenin për krah oficerave shqiptar, merreshin dhe u jepej tokë për shërbimet e tyre. Këta mund të ishin slav, mund të ishin armen, mund të ishin hungarez, komsi të tjera, nuk e di, edhe këto të vllahis janë marrë shumë, sepse ishin edhe një popull që konsiderohej shumë i ngjitur me ilirët, madje konsiderohen popull i lirë, dhe janë vendosur këto të vllahis, për shembull që ka pas vëlle në Greqi, janë disa shpërblime, disa toka që perëndorët e Bizantit u kanë dhënë për shërbimin e tyre ushtarake. Njëjta gjë mund të jetë bërë edhe me shqiptar të Gegris, të Veriut, të cilët janë vendosur aty, u është dhënë toka, po janë dhënë toka shqiptare, në zona shqiptare, sepse arvanitët kanë qenë aty, edhe në qoftë se shkojmë në prehistorinë në shekullin e 12 para Krishtit, për shembull, kur shkojmë në rrënojat e Knossosit, që është në Kret, është gjetur toponimi Eliros, domethënë Ilir. Po kështu nga këto shqiptarët janë autokton aty. Edhe gjenetika vërteton një gjë të tillë. Të gjitha varret e grekëve të vjetër janë bërë analizat gjenetike mes popullsisë që është me origjinë arvanitike të Athinës dhe zonave përreth, me varret e vjetra të grekëve të vjetër dhe është e njëjta gjenetik. Ndërkohë që gjenetika ndryshon shumë argumente fort. Që janë banuar nga njëjti popull. Po janë banuar nga njëjti popull. Bile mu më ka rastisur të takoj këta profesorat e universitetit, dy profesorat të Universitetit të Oxfordit që janë me origjinë nga Greqia, që kanë kështu, dhe janë arbëresh, janë në Londër, edhe më kanë thënë tekstualisht që ndjen shumë të fyer nga një grup studiusi shqiptar që thonë që arvanitët kanë ardhur nga veriu dhe janë vendosur në Greqinë e sotme. Është rrena më e madhe historike, më kanë thënë këta personat, dhe është një gabim fatal që bëhet, sepse lëvizjet popullatave, për shembull, ka pasur brenda territorit shqiptar, ka pasur nga Epirin Gegri, për shembull ti ke zonën e Kabashit mes Kuksit dhe Mirditës, ata janë të ardhur nga Kolonja, dhe ata asnjëherë nuk kanë thënë që janë mirditor apo janë kuksian. Ajo jemi kolonjar, thotë, po jemi vendosur këtu. Fshati Ladhiun, Kolonja, nga Kabashi. Kabashi. Pastaj ti ke një fshat që na kanë ardhur nga Peloponezi, kanë ardhur disa për shkak lëvizjes popullatës, ne i themi Grekaj.
Grekaj, po nuk është ata s'kan folur kur greqisht. Ata janë grekaj dhe janë arvanita start vendos në zonën e Matit. Pra ka pasur lëvizje popullatash nga jugu, për shembull edhe emri kryeministrit këtij Mitsotakis vjen nga familja Taçi e Shkodrës. Mic Taçi, ti e ke akoma emrin në Shkodër. Mic Sokoli, Mic Taçi, Mic Vuçaj është një emër që vendoset meshkujve. Dhe Mic Taçi ka zbritur në More dhe sot e ke kryeministrin Mitsotakis. Ai thot jam grek, thot nga baba. Qa greku? Me mbiemër Taçi, Shkodrës. Pra, gjitha këto janë manipulime që janë bërë bile këta që këmbgulin me forcë që popullsia arvanite ka ardhur nga Shqipëria. Këto duhen parë me shumë kujdes, sepse këto janë vërtet armiq të fshet të kombit shqiptar që punojnë nën rrogos, sepse një që del hapur që thot që jam grek, okej, atë e pranoj sepse ai shpreh nacionalitetin e vet, thot vërtetën unë jam grek. Dhe ai atë nuk e konsideroj armik, sepse ai do mbrojë nacionalitetin e vet. Mirë, ka raste kur këto janë kultivuar edhe në mënyrë kështu e mësojnë dhe në mënyrë të paqëllimshme, domethënë mund ta bëjnë këtë gjë, jo se i shërbejnë dikujt. Arvanitët vetë konsiderojnë si një fyrje shumë të madhe në qoftë se ti do t'u thuash që zbresin nga Shqipëria. Jo për arsye se ata ndjehen keq që kanë gjak shqiptar, po për arsyen sepse ata e quajnë veten autokton dhe për ta është një fyrje e madhe të shpiken histori që i bëjnë ata jo autokton. Po në një fjalë kështu nga këto greqishtja e vjetër kështu, mund na bësh ndonjë etimologji që ka lidhje me shqipen kështu? Për shembull, vetë Diogjeni ka fol Atika ose Arvanitika. Ai ka thënë aposkontit son. Që edhe sot në Arvanitike është aposkontit son, domethënë aposkontit të shikoj, më liro rrezën e diellit. Është shumë e thjeshtë, në qoftë se njeh greqishtën e vjetër, që unë e njoh për shembull. Shumë e thjeshtë të bësh një krahasim mes greqishtës vjetër edhe gjuhës arvanitika, arvanite tu dhe të marrësh vesh që është e njëjta gjuhë. Atëherë pse këta nuk bën një fjalor të gjuhës së vjetër greke me gjuhën arvanitika dhe me gjuhën shqipe, ta shohim se kush gënjen këtë mes. Nuk e bën, kanë vetëm llafe, demagogji dhe mashtrim për popullatën. Ktu kemi të bëjmë me antishqiptarizëm, janë njerëz të paguar që për të quar fëmijët në shkolla perëndimore, morin disa rroga të fshehta nga shërbimet sekrete, edhe sulmojnë gjuhën shqipe dhe nuk kanë turp të sulmojnë edhe historinë në këtë rast, edhe historinë. Edhe të sulmojnë edhe gjuhën arvanite. Gjuha arvanite është pasardhëse e gjuhës atika dhe është një gjuhë shumë e rëndësishme dhe është pasardhëse e greqishtës vjetër. Dhe këto unë i kam certifikuar në bibliotekën gjermane, në Akademinë Amerikane, janë pranuar si shkencore sepse Çamo fjala eros për shembull, nga që këta thonë është nga greqishtja e vjetër. Po, dëgjoj, që të marrësh një vajzë edhe në traditën e këtyre lebërve, duhet jesh hero, duhet bësh një vjedhje, bësh një aventurë, bësh një vjedhje të madhe. Tregosh që je i Zotit të mbash një vajzë. Pra një hero për dashurinë. Një hero, eros. Po për dashurinë, sepse kuptimi i erosit është dashuria. Po pra për dashurinë. Ti shton një h dhe është heros. Është një hero për dashurinë. Pastaj ke këtë perëndin tjetër, fillesës, Emera ti e ke në dialektin e Mirditës. Emera është ajo e mira, e bukura, e shkëlqyra, e shndritshmja. Emeri themin në një femre. Është e merë, thot ai i Mirditës. Sepse ka ruajtur ato rrënjë të vjetra të gjuhës Iliro Helene, se dhe Helenë të vjetër kanë qenë tribu ilire. Pastaj ke emërtimin e Zotit, emërtimin e parë, ether, e tëra, gjithë universi, unike, kozmosi, ether thotaj. Ether është lënda bazë e universit. Lënda bazë e universit.
po eteri përfshin të trija llojet e materjeve. Materjen inteligjente, materjen në formë fushe dhe materjen në formë lënde. Po. Dhe sepse janë dy materjet, po materjet kanë një logjik organizimi, ata funksionojnë bazë ligjeve fizike. Dhe ata kanë materja inteligjente organizon, domethënë mendja, ajo që themi në logjik, organizon gjithë materjen në formë fushe dhe në formë lënde. Prandaj them unë që gjithë Italia është i lirë, sa i thot Milan. Po Milan, Mailand, siç i thon gjermanët, është vendi im. Land është vend në shqip. Irland, Hirland, vend i hishëm, vend i bukur. England, Enkelejt, England. Enkelejt, engjëll të lindur, England, vendi i engjëjve. Janë të gjitha toponime ilire që i thot Hans Krahe, ilirologu më i madh që ka lënë mbi 3000 faqe kompjuterike studime për ilirin. Edhe dalin ca na thonë jo, po arvanitët nuk janë vendali, janë zbritur nga Shqipëria, duhet na fyjnë inteligjencën në vlla ata. Po të lexojnë pak ato që thonë gjermanët e francezët e amerikanët për gjuhën shqipe, lexojnë Louis Bonlon, atë Leibnizin, Bobin, të lexojnë atë Malte Brunin, të lexojnë atë Talosin, të lexojnë Eduard Schneider, të lexojnë me mira studius që kanë këmbgulur që gjuha shqipe është një gjuhë e vjetër. Po s'paku të lexojnë Nikola Jorgen të Rumanisë, ç'a thot ai për latinishtën dhe për shqipen. Po këta vinë na shpallin ca teori të George Miklošić dhe të atij Meyerit, të dy slavologëve, dhe na i shesin ne si studime albanologjike. Kë duhet të fyjnë këta? Këto na fyjnë inteligjencën, pse budallë jemi ne të palexuar që ti marrim ato që thon ata në mënyrë shablone, siç i thon ata, apo këtë çështje në arvanite ta marrim kështu. Pra unë ndaj këtyre studimeve të sekta edhe ndaj këtyre njerëzve akademikëve, gjoja akademikëve që nuk hapin libra dhe nuk lexojnë, unë nuk kam fije respekti dhe nuk dua fare të dëgjoj teoritë të tyre, sepse janë teori idiote që na fyjen inteligjencën të gjithë studiusëve të vërtet shqiptar. Që duke dalë këta, u bëgan aq zotët të Akademisë Shkencave, dalin më të mençur se Sami Frashi, Naim Frashi, Ernim Derada, pa tu vihet turpore. Këto janë teoritë e Dimitër Kamardës, të Giuseppe Crispit. Vllai Giuseppe Crispit krijoi Italinë, ishte kryeministri i parë i Italisë. Pse ore? Giuseppe Crispi që nga mashtrus, edhe këta të akademisë këtu që nga njerëz të zgjuar. Po kujt ja shesin këto gjëra? Duhet kemi shumë kujdes kur i marrim këto teoritë që dalin nga këto rrymat neoslaviste, sepse këto fatkeqësisht janë shumë të forta edhe në shkollën shqiptare për momentin, dhe ne duhet i marrim me shumë kujt, nuk duhet i pranojmë, thjesht duhet i injorojmë. Mirë Albert, jemi në limitet e kohës, po më bëjnë me shenjë për ta mbyllur nga regjia. Të falenderoj për bisedën interesante që zhvilluam këtu. Shpresojmë që do të jemi përsëri në ditët në vazhdim së bashku për të vazhduar për tema të tjera. Aty ku je në Bruksel të uroj natën e mirë dhe miru pafshim. Të dashur ndjekës të podcastit, natën e mirë. Të dashur ndjekës të podcastit Okult, edhe njerë dua t'ju kujtoj që para se ta mbyllni këtë emision, mos harroni subscribe dhe like, që t'ju ndjekim ne, mos na ndiqni ju ne në punët tuaja të përditshme, po të vim ne t'ju trokasim. Jemi këtu erdhe me një emision të ri, nga unë Alfred Sako, natën e mirë, miru pafshim.